Bravo, Goca, bravo. E njerës filloj stopi, lajmi madhë. Si gjithmonë në të njëjtën orë në televizioni Klan, ne së bashku me unë me kolegun Dipsa Mjesieni, pas ke dalë për gjiro. Po, kam dalë Ata një shëtitje na e është Sabahet, originali është Sabahet. Nuk o gocë e re. Sabahet. Veqik para Shivisi Magun sa e ka kënu me Sabahet. Edhe Aurela mirë, po e ka ndurë, ka po gocë e re. Gocë e re, Sabahet. Kush më freskon, valin mu, amo Sabahet. Amër veje kongët që më të lyme. Apo Sabahet. Sabahet. Sabah pra? Mëngjezore, do të thotë. Jo, Sabahet. Sabahet. Po pra mëngjezore. Që gjeni. Amër veje kongën, ose në lytët me. Që gjeni për sot që? Jeni boj gjithë një shpia jashtë. Veje kongën. Bukur, afroni, pra. Do të tregoj, ose më sakë, do të... Brit. Do t'ju vetë në zonë diçka që shumë interesante. Ka bërë një shoku im, kur ka qenë i ngeshëm. I ngeshëm dhe shumë. E janë këto tipa që binë burg nga 16 vite. Jo, jam mërë bëri dhe... Apo është poet? Jo, është poet. Ashtë poet. Atër, mërë... Do e letër vajza. Do e letër vajza. është poezi. është poezi. Vajza, ti mi të lezoni poezi? Hajde, më është të bukur. Urdo, ha. Kë nuk shumë nga sytë. Au! Ike se e shqetson melodia. Me gjithë dialektin e kësaj? Po, me gjithë dialektin. Po si se kam nevoj të qesh. E dato dialektin më duke... Letoj si qështë se kam nevoj të qesh. Gjua Shqipe. Ha. Por si ka nga zogut verës, që valzon blerim të prillit, por si ambli fladi erës, që limon gjitë e trandofilit, por si vala bregu detit, por si gjama e rëfes sektare. Rëfes shtare, pa, ha? Po si ushtima një tërmeti, një ashtu ashtë gjua jonë shqiptare, bravo. Hajde ti, hajde. E, po me dialekt, se ti jene nga Veriu. Hajde, ha. Berati ra. Por si ka nga zogut verës, që valzon blerim prillit. Në blerim të prillit. Që kemë të skuqe. Hajde, ha, jepi. Presim në sa dush. Por si ka nga zogut verës që valzon në blerim të prillit, por si ambli fladi erës që lëmon gjitë e trondafilit, por si... Vala e breku detit, por si gjama e rëfes shqetare, por si ushtima një... tërmetit një ashtu ashtë gjua jonë shqiptare. Klum gjoja! Falim djetë, lumësha, ërti shoj. Vajza, bravo. Në faktë... E keni qarë. E keni qarë, vajza. Kushe ka shkujte e shoku jotë? Fishta, i madhi fishta. Atere, në gjuhën Shqipe në anatona që predjepit në kanë thanun, se ashtë një zot që do të dona një që jetën në kanë dhanun. Në Shqip në tha, se kemi pun tjera, nese. Atere, në këtë vënd ka... Nuk është latinisht, është Shqip kjo që këtë zajmje, që ta dini, se kujtoz ju duke si latinisht. është Shqip. Në këtë vënd ka dashnor të Shqipes, që mundohen të arruen e të mbajnë fort, që e duhen fort. Ne, pa të gjithë, dashnor gjuhet. Aji që e dojë gjuhen e vetë, dashuruar me Shqipë. I dashuruar mirë që e ruan atë, në pik, në presje, në apostrofa, në kuptime, në ko, në rasa e tjere që ka Shqipja jonë. Një nga këta, do më thënë, mund të themi që është Edi Rama. është dashnori i Shqipës, mundohet të arruaj, të pasëroj atë që në kryet e herës, me fjalë të reja, ku duhen gjërat të interesante. Me fjalë të reja. Por ka dhe një nga kalat që duhet të arruaj gjuhën Shqipe, është administratë shqiptare, ministri, institucione, shteti shqiptar. Dokumentat zyrtare. Ato janë ato dokumenta që kanë stemën e Republikës. Bravo, aty, vajza, lexoni ato dhe do të kuptoni, do të gjeni Shqipen perfekte. Regjia më ndihmo pak me këtë shkresë, ta lexojnë vajzat. Mos fol asnjë gjë, ëh. Kthehem mbrapsht se mos lexojnë gjë këtu dhe kuptojnë ç'a bëhet fjalë. Hajde, vajza lexoni. Ha? Unë apo ti? Ne. Lexoje. Ha? E lexon ti? Ha, lexoje. Unë, Elisa Spiropali, ministra... O zemra. O balerina. Republika e Shqipërisë. Gratifikimi. E ka shkut gabim duke. Se? Si duhet? Ka mungon. Mungon ija. Mungon ija, thua ti, stop. Ratifikimi. Ha, jepi?
Republika e Shqipërisë, instrument ratifikimi. Po pse e thunë me i, ku e ke i në aty se më qmene? Po falë. Ha, Këto kanë heq in. po. Kishin heq edhe anë. E kishin bosi sërbisht, RTFKimi. RTFKMI. RTFKMI. Shiko, i heqim i në fare. Vajza, ma lexoni pa i, rat. Rat. Pa i që mo i, e ka heqër. Ratifikimi. I që i dhe ke këto tjera në brapa. Rat. Rat këfkëm. Po i që mo i dhe këtu dhe këtu dhe këtu. Rat këfëm. Rat këfëm. Se ne nuk është se kemi qef zanore, të kuptoni. Ne kemi. Dhe vazhdon. Unë, Elisa Spiropali. Putheni pak fort Elisën. Një pas i ka ardhë, mashallah është bo yllë, sa është bo ministre jashme. Ministre për Europën dhe punë e jashme konfirmoj se gjua, apo nuk është për, se konfirmoj se kurbindi e rubrinë Shqipëris, pasi qërtoj marrë, veshjen e pranimit të... Marrë. U marros dy njaja, tu ba marrë veshje. So ka kujtë marrëve. Po që prish dy njaja, që mbushën në... Marrë veshjet e sokaku të marrëve. Si shkruhet? Marrë veshje apo marrë veshje? Marrë veshje. Marrë. Që shkruhet? Marrë. Marrë veshje. Merë vesh. Marrë vesh. Okej. Nga kjo vjen. Unë mendova që është marrë veshjet edhe këto. Dë kujtimi që merë veshjet. Ose me jetë një sy. Ke përshën, idi pak një sy kësaj, e merë syni tje, tëngë edhe tje. Përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama, në kartën e bordit të paqes, vendosi ta kështu, o, zemra. A, buri, Ram qaf kot. I Ram pas kemi rojnë qaf kot. Gjunaf. Ram. Pas ka regullu poshtë. Pra, regulloj. Elisa në regullë, të rigjemi, pas ka gjenë regullë. Pra, ratifikoj, atë me ligjin numër 1 deklaron se Republika e Shqipërisë me përsipër të zbatoj atë, në dëshmi të kësaj kam nënshkruar këtë instrument hajde këtu. Elisa e më regull, Elisa. Allah të kesh. Duke vënë vullën e shtetit. Pra kjo i ka vajt Donald Trumpit. Që di. Elisa Spiropali. Ministre për Evropën, kështu quhet vajza, Evropë, jo Europë. Evro. Vjen nga greqishtja. Dhe punët e jashme, ma lexoni pak? I që pra in, a thamë dhe i gjimin. Si? Elsa Spiropali, pra. Elsa! Faleminderit shumë kryetari Kurvendit për fjalën e dhënë në këtë seancë. Qa kjere vdesje prebe. Ty që ke ardhë të mandat. Faleminderit që erdhe. Dhe jo vetëm në fakt. Që në parlamenti një zumë të si, dhe i sa erdhe ditë në ditë. Isha dal dje una passegjata nga ato gjatat. Shëtitje ka fjallë. Po, në bas orës 10, edhe një makinë që ndalon kështu. Ere, të pas kanë vjen qeni për shëtitje! Qa nuk e kuptore, dhe shmë falë. Qenit ka tje për shëtitje dy ere! Po, qa do i fërë? Pash një kështu majtë atje. Se kuptova që atë ishë koshte. Sa për të kuptu, të janë citate. Për të ashtu thithër. Si kështë emrin? Elsa Spiropali. Elisa moj. Elisa moj. Elisa Spiropali moj. Elisa moj Spiropali. Ajo e heqin aty në ca vënde, po ke emri vënd nuk e heq. Ratifikoj aty, në kuptona bëja. Për që të të ratifikim bëja? E diti që me thënë ratifikim? Ratifikoj. Pysi me... Po këtu e ke Google-in. Ratifikim. Qa është ratifikim? Nuk e majnë men, e kam mësu në klasë parë, nuk e majnë men. Do t'je një tip noterizimi, një tip që të ratifikatë. Pa, që e vullos, pa, pra, pa, e shumë vullën. Si quen ato që... Noterizim o vullë fatë. Jo, këto që bëjnë pistonit që kështu. Cilindër, unaza. Jo, edhe ajo ka një ratifikim. Ratifika, cilindër. Ratifika, pra, E lëmon, e bërë. bra. Thejemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.